Po tash në realitet përveç interesimit, ne nuk e dim qasin e tij. Pra tani me jemi para dy sfidave, e kem një marrëveshje që e pajtu palët, pra marrëveshja e Brukselit dhe aneksi e Ohrit, dhe të njëjtën kohë kemi idenë e mëhershme që ka qenë mjaft e rrezikshme, që ishte korrigjimi i kufeve. Unë shpresoj që Trumpi do të ketë një presion mbi të dyja palët, në mënyrë që me ardhë drejt e marrëveshja, por pa ndikim të drejtë për drejtë në kuptimin e alternativave. Pra mbetet në vullnetin e delegacionit të Kosovës dhe delegacionit të Serbisë. Ajo që është e rëndësishme, edhe në dy letrat e mëhershme në mandatin e parë, presidenti Trump ka deklaruar që në esencë të këtij dialogu do të jetë njohja reciproke. Dhe besoj që nuk ka kuptim asnjë marrëveshje nëse në të nuk përfshihet njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Pra mbetet të shihen mundësitë dhe alternativat, por interesimi amerikan në këto ngjarje dramatike në vende të ndryshme të botës, kur kemi luftën, konfliktin Rusi-Ukrainë, tani me Iran-Izrael, pra në realitet si duket vitet të fundit Ballkanit Perëndimor nuk e ka pasur vëmendjen e duhur. Dhe është për të përshëndetur interesimi i administratës Trump. Në raport me partnerët tonë ndërkombëtar, e veçmas me amerikanët, kryeministri gjithmonë ka qenë fatkeqësisht shumë i ngutshëm dhe hapat i ka pas të gabueshëm. Pra vetë fakti që administrata Trump u interesu për mi bëni marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë dhe mi jap fund, po themi, gjendjes të tensionuar në këtë rajon, është për të përshëndetur. Ndërkaq fjala e parë e kryeministrit ishte, do të thotë, kushte apo, dhe reagimi mandej ishte që nuk i vendosen kushte një mikut që dëshironte të ndihmoj. Mendoj që është një çështje që po i bën dëm Kosovës, veçmas do të më pas parasysh kryeministri që tani më nuk është në detyrë brenda mandatit ligjor, por është vetëm ushtrues i detyrës dhe fjalitë e tina dhe deklaratat e tina do duhet të ishin shumë më të kujdesshme, sepse ai tani më si kryeministër në detyrë nuk përfaqëson as legitimitetin qytetar, as zërin e qytetarëve dhe as nuk e ka mandatin që të jap deklarata të tilla. Pra, kjo e dyta është edhe më skandaloze në pozicionin në cilën është dhe deklaratat cilat i ka në raport me aleatin tonë kryesor, këtë rast Shtetet Bashkuara të Amerikës.